A duhet ta lani orizin përpara gatimit? Ja çfarë thot eksperti. Vite më para mvisat shqiptare kishin zakon ta shpëlanin orizin me ujë të ftohtë përpara gatimit. Ka mvisa të cilat besojnë se larja e orizit tashmë është krejt e panevojshme. Por sipas ekspertëve, larja e orizit bën një ndryshim madhor, sidomos kur vjen puna tek orizi kokër gjatë. Shpëlarja largon papastërtitë e akumuluara në pako dhe mbi të gjitha eliminon në një sështen që vesh sipërfaqen e kokrës, e cila më pas shkakton ngjitjen e tij. Për shpëlarjen e orizit ju mund të përdorni një enë qelqe ose kullesë. Në fillim të procesit, uji që lëshon orizi është i turbull dhe më pas, gjatë shpëlarjes së tij, uji do të jetë i dukshëm. Kjo shpëlarje do të ndihmojë që pilafi të shkërmoqet dhe kokrat të mos ngjiten me njëra tjetrën.